Në raportin vjetor të reporterëve pa kufi për vitin 2025, janë publikuar shifra alarmante për gazetarët e vrarë dhe të ndaluar gjatë vitit. Sipas këtij raporti, 67 gazetar humbën jetën, një rritje e ndjeshme krahasuar me vitin e kaluar. Kjo shifër e bën vitin 2025 më vdekjeprurës për gazetarët në 3 vitet e fundit. Një pjesë e madhe e viktimave u regjistrua në lindjen e mesme, ku 29 gazetarë u vranë gjatë konflikteve të vazhdueshme, ndërsa ushtria izraelite gjatë luftës në Gaza është akuzuar për vrasjen e një numri të madh gazetarësh. Po ashtu, Meksika mbetet një prej vendeve më të rrezikshme për gazetarët, me 9 viktima të raportuara nga reporterët pa kufi, krahas jetëve të humbura. Një tjetër shqetësim i madh është arrestimi dhe ndalimi i gazetarëve. Aktualisht në mbar botën janë 503 gazetarë të burgosur, me Kinën që vazhdon të jetë vendi më problematik për lirinë e shtypit, ku aktualisht mbahen 128 gazetarë në burg. Rusia, e cila gjithashtu ka regjistruar një numër të madh gazetarësh të arrestuar, është e dyta në këtë renditje me 48 të burgosur. Ndërkohë, një tjetër fenomen shqetësues janë gazetarët e zhdukur. Nga 1 dhjetori 2024 deri në 1 dhjetor 2025, janë regjistruar 135 gazetarë të zhdukur, shumica e të cilëve në Meksik dhe në rajonin e lindjes së mesme. Po ashtu, janë 20 gazetarë që mbahen ende peng, me 7 prej tyre të kapur nga grupet Houthi në Yemen.